DJ PM krijoi një miqësi të ngushtë me Donaldin brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por mbas daljes nga shtëpia, ndryshe nga Fifi, ai nuk ka dalë publikisht në mbështetje të Donaldit. Ai ka reaguar me një postim pasi është pyetur nga ndjekësit në rrjetet sociale sepse ai nuk ka dalë në mbështetje të një banori specifik në shtëpinë e Big Brother VIP.